Çdo ditë në shkollë ishte një makt, ata më tallnin. Më bënin të ndihesha i vogël, i padukshëm. Çfarëdo që bëja, gjithmonë kishte një tallje, një shaka në kurrizë të mi. Por sot, 10 vite më vonë, historia është krejt ndryshe. Unë nuk jam më viktim. Unë jam shefi i kompanisë ku dikur ata shikonin dhe qeshnin me mua. Çfarë ndodhi mes atyre viteve? Si u bë një djalosh i heshtur dhe i turpshëm, një lider që kontrollon karrierat e tyre. Kjo është historia ime, dhe besoni, nuk është ajo që prisnit. Rritja dhe transformimi. Unë u rrita në një qytet të vogël, ku reputacioni në shkollë ishte gjithçka, që në ditët e para të klasës së parë, unë dallohesha jo për talentin, por për qeshin timide dhe mënyrën se si nuk mundja të mbroja veten nga tallje. Ata që sot i njihni si të suksesshmit e klasës, atëherë më konsideronin objekt shakas. Çdo ditë, çanta ime shkatërohej, fjalët e mëdha më godisnin pa mëshirë, dhe unë thjesht përpiqesha të mbetesha larg tyre, duke shpresuar që dhimbja të kalonte. Por brenda meje, diçka po ndryshonte. Çdo herë që ndihesha i poshtëruar, një zë i vogël brenda meje thoshte: "Një ditë do të tregosh se kush je vërtet." Nuk ishte hakmarrje e çmendur, por një vendosmëri e qetë, një dëshirë për të bërë më i fortë, më i zgjuar dhe më i aftë se ata që më kishin bërë të ndihem inferior. Pas shkollës së mesme, vendosa të mos e lija atë eksperiencë të përcaktonte të ardhmen time. Shkova në universitet, ku çdo hap ishte sfidë, çdo provim një mundësi për të treguar veten. Punova në biznese të vogla, duke mësuar çdo detaj që dikur më dukej i pakuptueshëm. Financat, menaxhimi, marketingu, çdo gjë që mund të më transformonte nga djaloshi që qeshnin në një profesionist që të gjithë respektojnë. Për vite, unë ndërtoja jo vetëm karrierën time, por edhe një rjet njerëzish të fuqishëm. Çdo dështim më mësonte më shumë, çdo sfidë më forconte më shumë. Ata që më tallnin dikur, ata ishin duke u ngjit përmes rrjeteve të vjetra dhe lidhjeve të privilegjuara. Por unë nuk kisha frikë nga rruga e gjatë. Unë kisha strategji, vizion dhe durim. Dhe pastaj erdhi dita. Dita kur dikur shokët e klasës, që më bënin të ndihem i vogël dhe i parëndësishëm, erdhën tek unë për një mundësi biznesi, dhe unë isha shefi i projektit që ata dëshironin të ndihmonin. Ishte një ndjesi e çuditshme, respekti që nuk e kishin treguar për vite. Tani më ishte detyrim profesional për ta. Nuk kishte tallje, nuk kishte shaka. Vetëm marrëveshje, strategji dhe rezultat. Por nuk është vetëm hakmarrje. Është treguesi i forcës që mund të lindë nga vuajtja. Çdo moment i frikës, çdo lot i fshehur, çdo fjalë që më trondiste, të gjitha këto u kthyen në motivin që më çoi këtu. Dhe sot, kur shoh fytyrat e tyre të habitura, kuptoj se historia ime nuk është vetëm për mua. Është një mesazh për të gjithë ata që ndihen të pafuqishëm. Fuqia vërtet nuk vjen nga ti mundësh të tjerët, por nga të bëhesh versioni më i fortë dhe më i respektueshëm i vetes. Përballja dhe fuqia e brendshme. Dita që e kisha pritur për kaq shumë vite kishte mbërritur. Ishte një mëngjes i zakonshëm në zyrën time moderne, me dritare që shihnin gjithë qytetin. Një kompani që dikur ishte thjesht një ëndër, tani ishte një realitet i fuqishëm. Por sot nuk po e përdorja fuqinë për të firmosur një marrëveshje rutinë. Jo, sot do të përballesha me të kaluarën time, me ata që më kishin bërë të ndihem inferior, të vogël dhe i parëndësishëm. Ata nuk e dinin se unë isha shefi i kompanisë, ku ata kishin ardhur për një ofertë bashkëpunimi. Shikimi i tyre kur më panë në korridorin e zyrës, duke pritur me qetësi, ishte i papërshkrueshëm. Një përzierje frike dhe mosbesimi, një reflektim i asaj që unë kisha ndjer kur ata më tallnin në shkollë. Tani rolet ishin të kthyer. Mirdita, thash me një zë të qetë, por të fuqishëm, ndërsa ata u përkulën pak, pa të kuptuar se çfarë po ndodhte. Ata nuk dinin si të silleshin. Ishte qesharake, në një mënyrë ironike. Njerëzit që më kishin bërë të ndihemi pa vlerë dikur, tani më respektonin pa fjalë. Gjatë takimit, ata prezantuan idetë e tyre, duke supozuar se do të ndihesha impresionuar dhe i gatshëm të bashkëpunoja. Por unë i dëgjova me kujdes, analizova çdo detaj, çdo mundësi dhe çdo dobësi të planit të tyre. Nuk kishte emocione, vetëm profesionalizëm. Ishte një ndjenjë e çuditshme, një qetësi që vinte nga përvoja dhe bindja se nuk isha më viktim. Në mendjen time, shfaqeshin kujtime të klasës së 6, të ditëve kur më bënin të qaja në banjo për të fshehur lotët. Tani këto kujtime shërbenin si motivues. Çdo fjalë që doja të thoja, çdo vendim që do merrja, ishte i mbështetur nga ajo që unë kisha mësuar nga vuajtjet e mia. Se forca e vërtet nuk është të sundosh mbi të tjerët, por të zotërosh vetveten.
Ish bullizuesit filluan të kuptonin se unë nuk do të isha një shef i lehtë për të manipuluar. Ata tentuan të përdorin taktika të zakonshme. Komplimente të gjysmë serioze, shmangje të përgjigjeve të drejtpërdrejta dhe një sjellje që synonte të provokonte ndjenja të vjetra të pasigurisë. Por unë isha i përgatitur. Secila strategji e tyre u përball me qetësi dhe vendosmëri. Një moment i veçantë erdhi kur një nga ish shokët më tha: "Më kujtohet kur më humbisje detyrat e shkollës dhe unë qeshja me ty. Kush do ta kishte menduar se do të ishe ti shefi ynë sot?" U përpoqa të mos buzëqesh shumë, por brenda vetes ndjeva një kombinim emocionesh, kënaqësi, krenari dhe një farë mirësie. Nuk kishte hakmarrje. Nuk kishte nevojë për hakmarrje. Forca ime qëndronte në atë që unë kisha bërë me jetën time, jo në atë që ata ndoshta mendonin të bëjnë ndaj meje. Pas takimit, ata kuptuan se rolet kishin ndryshuar përfundimisht. Ata filluan të bashkëpunonin me respekt, pa arrogancë. Unë u tregova i drejtë, duke shpërndar mundësitë sipas meritës, por gjithmonë duke mbajtur kontrollin. Çdo vendim ishte një mësim për ta, se suksesi vërtet nuk është të tallesh me të tjerët, por të kesh disiplinë, vizion dhe vendosmëri. Në ditët që pasuan, mendimet e mia shpesh ktheheshin tek ajo kohë e dhimbshme. Por tani dhimbja kishte një qëllim. Më kishte mësuar se çdo sfidë, çdo moment i pasigurisë, ishte një mundësi për të ndërtuar karakterin. Ish bullizuesit. Ata ishin bërë pjesë e tregimit tim, jo si pengesë, por si dëshmi se transformimi është i mundur. Në fund, historia ime nuk ishte vetëm për hakmarrje apo triumf personal. Ishte një mesazh për të gjithë ata që janë duke përjetuar dhimbje, injorim ose poshtërim. Fuqia e vërtet nuk është të ndëshkosh ata që të kanë bërë keq, por të përdorësh çdo pengesë për të ndërtuar vetveten, për të krijuar suksesin dhe respektin që e meriton. Kjo pjesë e historisë tregon se çdo tallje, çdo fjalë e hidhur, mund të kthehet në motiv për të arritur më lart. Dhe mbi të gjitha, mësoj se dikush që ndihet i pafuqishëm sot, mund të bëhet shefi i së nesërmes, jo me hakmarrje, por me vendosmëri, inteligjencë dhe forcë të brendshme. Kulmi dhe mësimi i madh. Disa muaj pas përballjes së parë, situata arriti në një pikë kulminante. Kompania ime po zhvillonte një projekt të madh ndërkombëtar, një kontratë që mund të vendoste të ardhmen e firmës dhe reputacionin tim si udhëheqës. Ish bullizuesit, të cilët dikur më tallnin, ishin pjesë e ekipit që po punonte për këtë projekt. Tani ata ishin pjesë e një sfide të vërtetë, ku çdo vendim do të ndikonte në suksesin apo dështimin e të gjithëve. Një nga momentet më të tensionuara ndodhi gjatë një takimi kritik me klientin. Një nga ish shokët e klasës, i cili dikur më kishte bërë të ndihem inferior, bëri një gabim në prezantim. Të gjithë prisnin që unë të humbja durimin dhe të reagoj ashpër, një mundësi për hakmarrje të menjëhershme. Por unë qëndrova qetë. Nuk kishte nevojë për sharje, tallje ose për të treguar forcën time. Thjesht korrigjova gabimin në mënyrë profesionale dhe të qetë, duke e kthyer situatën në avantazh për të gjithë ekipin. Pas takimit, një prej tyre më pyeti në mënyrë të heshtur: "Si e bën këtë, si mundesh të jesh kaq i qetë pas gjithë asaj që ndodhi dikur?" Unë buzëqesha me mirësjellje, sepse tani nuk jam më viktim. Fuqia ime nuk vjen nga hakmarrja, por nga mënyra se si kam përdorur çdo sfidë për të bërë versionin më të fortë të vetes sime. Ata nisën të kuptojnë diçka thelbësore. Nuk bëhet fjalë për të qenë më i fortë se dikush tjetër në mënyrë destruktive. Bëhet fjalë për të kontrolluar vetveten, për të ndërtuar vizionin tënd dhe për të marrë vendime që lën një gjumë të qëndrueshme. Ky ishte momenti ku rolet ndryshuan përfundimisht. Ata e pan suksesin tim jo si një hakmarrje personale, por si dëshmi se durimi, vendosmëria dhe puna e palodhur japin rezultate të jashtëzakonshme. Në ditët që pasuan, punova ngushtë me ish bullizuesit, tani pjesëtar të respektuar të ekipit. Ata mësuan nga shembulli im, dhe unë mësova se të kesh ndikim të vërtet nuk është thjesht të jesh shef, por të shndërrosh një eksperiencë negative të së kaluarës në një udhëzim që ndihmon të gjithë rreth teje të rritë. Reflektimi i më i madh nga kjo eksperiencë është se çdo tallje, çdo moment i dhimbshëm dhe çdo frikë mund të kthehet në mjet për transformim personal. Historia ime nuk ka të bëjë vetëm me triumfin mbi të kaluarën, por me fuqinë për të zgjedhur mënyrën se si reagojmë ndaj saj. Ish bullizuesit që më shikonin dikur me përçmim, tani shikonin një njeri të përmbushur dhe të respektuar. Dhe kjo është më e vlefshme se çdo hakmarrje. Kur mendoj për të gjithë këtë udhëtim, nga djaloshi i heshtur dhe i friksuar deri te shefi i sigurt dhe i respektuar, kuptoj se çdo pengesë që kemi kaluar na jep mundësinë të shndërrohemi në versionin më të mirë të vetes sonë. Dhimbja e së kaluarës nuk është fundi,
Ajo është nisja e një rrugë drejt fuqisë së brendshme dhe suksesit të vërtet. Në këtë mënyrë, historia përfundon me një mesazh frymëzues dhe reflektues. Suksesi nuk është hakmarrje, por transformim dhe forcë brenda vetes.